Një moment i veçantë të shënuar së fundmi në Akademinë Kuqe Blu, teksa portieri 15 vjeçar Rej Shpuza, pjesë e ekipit U16 të Vllaznisë, ka zhvilluar seancën e tij të parë stërvitore me ekipin e parë. Akademia e klubit falenderoi trajnerët e skuadrës për besimin dhe bashkëpunimin, duke theksuar se kjo eksperiencë është e rëndësishme për rritjen profesionale të riut shkodran. Ndërkohë skuadra e parë vazhdon përgatitjet për sfidën e rrallës në kampionat, atë ndaj Partizanit e programuar të luajë të dielën më 23 nëntor në orën 16:30 në arenën e Demave. Historikisht Vllaznia është identifikuar me futbollin sulmues dhe lojën spektakolare, por kjo filozofi ka sjellë shpesh deficite në fazën mbrojtëse. Edhe në sezonin aktual skuadra e drejtuar nga trajneri Edi Martini rënditet ndër ekipe që poson më shumë gola mes pretendentëve për kreun. Në 11 javë kampionat Kuqe Blut kanë pësuar 9 gola, më shumë se Dinamo që ka pësuar 5, Elbasani 6 dhe Ignatia 7. Megjithatë, një pjesë e këtyre golave vijnë nga ndeshje specifike, si humbja 3-1 ndaj Dinamos apo barazimet 2-2 me Ignatian dhe 1-1 me Teutën, ndërsa skuadra ka ditur të marrë fitore të rëndësishme edhe duke pësuar si 4-1 ndaj Partizanit dhe 3-1 ndaj Tiranës. Kjo zbudi si panoramën pasi Vllaznia vijon të mbetet në krye të kampionatit. Gjatë pauzës së kampionatit, fokusi kryesor në kampin Kuqe Blu do të jetë pikërisht përmirësimi i mbrojtjes, në mënyrë që defektet aktuale të reduktohen dhe skuadra të hyjë më e fortë në fazën e nxehtë të sezonit. Në këtë atmosferë pune e përkushtimi, debutimi i një talenti si Rej Shpuza me ekipin e parë shihet si sinjal i mbar për të ardhmen e klubit.